çdo zgjedhje do duhet jetë një reflektim, do duhet jetë një reflektim i premtimeve që janë bërë nga kjo qeveri që ka 12 vite në pushtet, pra është një llogaridhënie në kundërshtrimin tim, ndërkohë që sheh kryeministrin që bën monolog me veten e tij, ndërkohë që do të jepte llogari për premtimet që ka dhënë në 2013 për legalizimet, për ujin e pishëm, 24 orë, për shëndetësinë falas, për arsimin dhe për shumë premtime tjera që ka dhënë në 2013. Pra ky bilanc nuk po bëhet nga qeveria, ndërkohë që opozita vjen padyshim me një skuadër, vjen me një ekip, por vjen edhe me një program konkret, sepse mendoj që në 2025-ën klasa politike do duhet ketë maturin e një përballje, llogaridhënie, por edhe oferte në zgjedhje, dhe kjo është një detyrim ndaj qytetarëve. Që kështu opozita, e cila është më e bashkuar se kur në këto zgjedhje, në një koalicion për Aleancën për Shqipërinë Madhështore, ka ardhur me një program jo rastësisht, pra ju keni parë tryezat vazhdueshme, flas për Partinë e Lirisë, ka që nga konventa 27 prillit të 2024-s që ka bërë një program me 5 prioritetet që tashmë është pjesë e programit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, dhe programi që është tashmë i Aleancës është i konsultuar me tryeza, me sektor të dedikuar, duke dhënë zgjidhje konkrete për çdo çështje. Pra ju po thoni që programi juaj është integruar brenda programit të Partisë Demokratike? Po, në bazë të... Pra kur zoti Berisha flet, flet dhe në emrin tuaj si aleat? Basë të bashkëpunimit që ne kemi bërë me Partinë Demokratike për formulën e pasjes të deputetëve në një listë, padyshim dhe programi është inkorporuar në programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Dhe këtu mund të flas, qofse mund t'i prek disa nga pikat e programit, por mendoj që fitoria e opozitës, padyshim do t'jetë një vot referendare në 12 maj, në këto 12 vite keqeverisje, korrupsioni galopant, padyshim dhe një emigracion shumë i madh që i ka ndodhur Shqipërisë, tregon në fakt, dhe vetë shqiptarët në fakt ka zgjedhur Europën dhe nuk kanë zgjedhur të rinë në vendin e tyre, pikërisht për pamundësinë e jetesës, për koston shumë të lartë të jetesës për të përballuar, e sidomos në qarkun e Tiranës ku unë kandidoj, po të flas për çështjet e ushqimet e shportës, po të flas për një apartament ku kostoja ka shkuar në 2.000 deri në 4.000 euro metri katror, ndërkohë që ke apartamente pafund bosh dhe kulla pafund në teritorin e Tiranës, dhe këto janë para padyshim të krimit të organizuar dhe disa ndërtesa të larta në Tiranë. Dhe ke një përballë, ke një qeveri e cila vetëm e majt nuk është, sepse politikat e saj dhe vendimarrja në këto 12 vjet nuk kanë prekur atë kategori si pensionistët, shkresat në nevojë, të cilët kjo qeveri do duhet i mbronte. Dhe nga ana tjetër ka bërë një dëm shumë të madh Tiranës, duke shëmbur teatrin kombëtar, duke shëmbur memorien e këtij qyteti, dhe padyshim që do të jetë një vot ndërshkuese, por edhe pro programit për uljen e taksave, për mbështetjen e familjeve të reja, dhe padyshim për kthimin e Shqipërisë në një fuqi prodhuese dhe eksportuese.